të nderuara kolegë dhe ju kolegë deputet, të nderuara media, të nderuara përfaqësuese e ambasadës së Shtetit Bashkuara të Amerikës, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Sot, në këtë foltore, do të flas jo vetëm si deputete, por para se gjithashtu si një qytetare një shteti i cili është marrë peng nga një parti politike me tendenca shtetshkatruese. Sot, dua të flas për qytetarët që presin zhvillim të politikave për një shërbim më të mirë shëndetësor, për prindërit që mezi ja dalin muajit, për të riun që kërkon një vend pune me meritokraci, për bujkun, për punëtorin, për biznismenin që lufton çdo ditë për ta mbajtur biznesin gjallë dhe në të drejtë pyesin, çfarë po ndodh me vendin tonë? Dhe përgjigjja është e thjeshtë dhe shumë e qartë. Kosova është marrë peng dhe kjo është për turp. Kosova është marrë peng nga një parti e cila erdhi në pushtet me fjalë të mëdha. Kosova është marrë peng nga një parti e cila arriti që shpresën e qytetarëve për një jetë të mirëqenë ta keq përdor për ambicjet e veta për pushtet. Kosova është marrë peng nga një parti e cila veç mirëqenjen e Kosovës nuk e ka në agjendën e saj. Dhe kjo parti e ka lënë vendin sot pa institucione. Kjo parti po luan me besimin tuaj, qytetarë të dashur, dhe po luan me durimin e një populli që ka duruar më shumë se ç'duhet, por çdo durim e ka edhe një fund. Kosova nuk mund të pres më. Nuk mund të pres që politikanët e papërgjithshëm të qëndrojnë mbi ligj e kushtetutë, ndërkohë që jeta e qytetarëve po shënon në regres në çdo ditë dhe në çdo sferë. Partia e cila i fitoi zgjedhjet e kaluara po tregon haptazi se ardhmja e popullit dhe shtetit Kosovës nuk është më prioritet për të. Kjo situatë është e papranueshme dhe pa tolerueshme, sepse politika nuk guxon të shërbejë për të ushqyer ambicie personale. Politika duhet të vihet në shërbim të qytetarit dhe interesave shtetërore dhe kombëtar. Prandaj sot apeli im për të gjithë ata që kanë marrë mandat nga qytetarët, pa dallim partie, është ejani në kuvend. Ejani ta konstituojmë kuvendin e ta fillojmë punën. Kuvendi nuk është pronë e askujt. Kuvendi është i Kosovës dhe i qytetarëve të saj. Në këtë kuvend është vota e prindërve që ndrojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Është vota e pensionistit që shpreson se angazhimi jonë do të koncentrohet në zhvillimin e politikave përkatëse. Është vota e mërgjimtarit që ndron rritjen e standardit të atdheut të tij. Është vota e punëtorit, e mësuesit, e mjekut, e infermierit, e studentave, zjarfiksit, e bujkut, e fermerit, e biznismenit. Në këtë kuvend është edhe vota e ushtarit dhe e policit që e veshin uniformën çdo mëngjes dhe janë të gatshëm sakrifikojnë jetën për sigurinë tonë dhe të vendit tonë. Mos luani me besimin e qytetarit. Mos luani me demokracinë, mos luani me kushtetutën. Ejani në kuvend dhe t'i japim një drejtim kësaj situate, sepse e keni kthyer Kosovën në një vend pa institucione, pa ligje, pa kushtetutë. E keni kthyer Kosovën në një vend jo serioz dhe e keni futur në një rrugë pa krye. Partia Demokratike e Kosovës është këtu, gjithmonë e gatshme për të përballur me çdo sfidë, sepse Partia Demokratike është parti e cila në top prioritetet e saj e vendos gjithmonë Kosovën dhe të ardhmen e saj. Prandaj, edhe të qëndrojmë gjithmonë për Kosovën. Ju po e shkelni gjakun dhe sakrificën mbi të cilët janë ndërtuar këto institucione. Ju po e shkelni kushtetutën e Republikës Kosovës. Ne, bashkë me qytetarët e këtij vendit, do t'ju nxjerrim para përgjithësisë. Secili që mendon se mund të luaj me qytetarët e Kosovës, historia i ka dhënë leksion ndryshe. Kushdo që ka synuar në nshtrimin e një populli të panënshtruar e ka paguar shumë shtrejt. Kjo është e vërteta e Kosovës. Dhe para kësaj të vërtete, të gjithë ata që sot kanë hyrë në vallën e shtetshkatrimit, do të përgjigjen edhe para ligjit, edhe para historisë.